Temi gjithse po kaloni shumë gazmor. Vota ime ishte pro. Ju e numëroni kontra. Dhe ne po diskutonim. Dëgjoni çik. Ju nuk hiqni don nga falsot. Doni çdo gjë vetëm të bëni. Ne po diskutonim. Po diskutonim për votën pro për një arsye, se është një hap para, siç e thash në fillim, që të Po ju e bëni një dhunë, ashtu gjë, ju me dhunë. Po pyeti Oria Këshilltar teknike, po diskutoja, të japim votën pro, të bënim një propozim. Po një minutë. Geron, në rregull, Geron. Vota jote është pro? Jo. Jo, nuk është pro. Edhe njerë, dëgjoj mos pro apo nuk është pro? Mos bëj sikur nuk kupton. Po jo pra, po pyes. Dëgjoj me fundje çfarë po them. Është pro apo nuk është pro? Dhe Dauti të mbaj përgjegjësi për ato falsifitetet që bën. Dëgjoj edhe një çfarë po them fjalën. Po diskutoja me gjithë kolegët këtu, le të kundërshtojnë. O besi më fal. Po diskutoja të japim votën pro, të bënim një propozim që pika e kamat vonesave të shtohet që të vejnë në gjukatë sa më parë dhe ky është një hap pozitiv. Po e kemi shtuar atë, po sipas propozimit prapë, kjo ishte.